Turizmi vijon që të mbetet një ndër sektorët që nxit ekonominë shqiptare. Kjo është bërë edhe më e ndjeshme në një kohë që sezoni veror ka nisur tashmë në vend, ndërsa vetëm për periudhën janar-prill, sipas të dhënave shqiptare, vizituan rreth 2.4 milion turistë huaj. Banka e Shqipërisë ka publikuar vërejtimin për besimin në ekonomi, i cili rezulton se për muajin maj u rrit me 1.1%, duke qëndruar 8.9% mbi mesataren historike. Kontribut ka dhënë treguesi i besimit në shërbime që u rrit me 2.2%. Niveli aktual i tij qëndron ndjeshëm mbi mesataren historike dhe kjo lidhet me vlerësimet më pozitive për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe për nivelin e kërkesës. Mjaft vlerësime optimiste për muajt në vijim ka edhe industria, e cila ka pësuar një rritje me 8%. Përmirësimi erdhi nga pritshmëritë optimiste për kontratat porositëse të bizneseve nga eksportet. Gjithashtu, bizneset ishin më optimiste edhe për prodhimin industrial aktual. Ndryshe nga muajt e kaluar, treguesi besimit në ndërtim ra me 3.4% në muajin maj si pasojë e aktivitetit ndërtues aktual dhe pritje më të ulta për porosit kontraktuese. Edhe sektori i tregtisë ka qenë më pesimist gjatë majit dhe pritshmëritë e bizneseve në këtë aktivitet kanë pësuar një ulje me 1.8%, ndërkohë pritshmëritë e qytetarëve për gjendjen financiare vijojnë që të mbeten të njëjta.